Tema e sonte që do të flasim është hifdhul lisan, rujtja e gjuhës. Pse? Tema që në fillim tregon njeriu nëse e ruan gjuhën, i ka rujt veprat e tij të mira dhe e ka rujt trupin e tij prej çdo të keqes, qoftë prej dynjajës, qoftë edhe kur del domethën para Allahut azza wa jall. Nga rujtja e gjuhës ti ruan veprat e tua të mira, njëjtën gjë ti ruan domethën edhe trupin ton, qoftë në dynja prej fitneve për shembull. Njeriu nëse nuk e ndal gjuhën, edhe pse bën ai vepra të mira, që në dynjë u shkatërrohen veprat e tij. Që në dynjë, domethën nuk bojnë dobi veprat e tij. E që në dynjë trupi i tij nuk i bën më dobi. Dhe këto na e kemi ku në çështën e zemrës. Për minë herë Allahu zëri aprish zemrën, e çrregullon zemrën, pastaj zemra pranon shubahate, dyshime, shirke ashtu të mëra. Rëndësishëm është kjo tema ju vëllezër që gjuha e përmbledh gjitha që ta ruan veprën e mirë, ta ruan edhe trupin që në dynjë dhe në ahiret, na thon prej çdo gjë që e godet e keqja. Veçanërisht domethën për zjarrit e xhenamit Allah na ruaj. Pe e qeli këtë ligjërat me këta. Dakhala Faruk Umar ibn Khattab ila Abi Bakr. Ka hi Faruki Umar ibn Khattabi tek Abu Bakri. فإذا به فقد أمسك لسانه. Moment që ka i Umeri tek Abu Bakri, e ka gjetë në aton Abu Bakrin gjuhën e tij duke e kap. Wa huwa yajdibuhu, yani yashab lisanuhu. Në aton aja ka kap gjuhën Abu Bakri edhe të ngrej gjuhën e tij, të ngrej. Pastaj Umeri ka pa, ka thonë ma ghafara Allahu lak. Çka ki kështot, Allah të fal. Pastaj ka thonë Abu Bakri hadha alladhi awradani al-mawarid. Subhanallah. Që kja i ka këta kuptime. Që ka thonë Abu Bakri, kër e ka kopaj gjuhën dhe Omeri për i thot, Allah të falë, që ka ki kështë që për banë? Ka thonë, kjo është aje që më ka qu mu në humbje, e para, kjo është kuptimi parë. E dyta, kjo është aje që më futi mu në të lashe, unë shkatërrej. Dhe tretja, kjo është aje që më qoj mu në vdekje. Prandaj, Abu Bakr as-Siddiq mi thonë këta fjallë, kuna mi a thonë? Omerit. Që ka thonë për Ameri sallallahu sallam, sukurt Allah të kishë zgjedhë profet tjetër në bas meje, kishë me zgjedhë kon Omeri. Subhanallah, Abu Bakr as-Siddiq, mbi 7 qelë është dëshmu sinceriteti i tij. Me gjithat shika se qysh për e këshillojnë njëni me tjetërin, për rrezikun e gjuhës. Rrezik i gjuhës. O ju lëzër, Saad Abdullah ibn Mas'ud ala Saffa. Një dit, Abdullah ibn Mas'udi është ngrinë në bikë kodën Saffa. Dhe kush ka shku në umre e din këta. Irteka alej. Kër u ngrinë në bikë Saffa, në më thonë, aj pak u ngritë. E ka ngritë kokën. U amseke bilisanihi. Njerëzit e kam pa, kjo ngritë po, mbi kodër ka hypë, po çka pe qanë krytë të naltë edhe pe kap gjuhën e ti. Dhe në ato momente i ka thonë këto fjallë. Kull khajren të dhënim. Fol mirë, gjithmonë kime qenë fitues. Fol mirë, gjithmonë kime qenë fitues. Waskut an sharrin taslim. Dhe gjithmonë hesht ndaj sherrit kime shpëtu. Wa illa nadama. Apo kime qenë prej atyve që kime ra pishman, pse ki fol kur është përhap dhe në thonë sherri. Pastaj thot Abdullah, fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthara khataaya bani Adam min lisanihi. Më së shumti gabimet tek bijt e Ademit janë shkaku i gjuhës tij. Çish kuptohet ky hadith? Çdo të lashe që vjen në umet dhe çdo mëkat që shënohet tek bijt e Ademit është shkaku i gjuhës tij. Prandaj ky sahabi le që po hyp aq nalt në kodër Saffa, po fjala e Amerit po e tej kalan edhe mundësinë e tij që çka ta mi treguaj popullit. Fjala e profetit.
Çdo sen tek bijtë e Ademit që vijnë për qarret, është kaku i gjuhës, Allah na rut. Pastaj thot Abdullah ibn Mesudi, "Walladhi la ilaha ghayruhu", pasha ata që nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut azza wa jall. "Ma ala dhahri al-ardi min shay'in ahwaju ila tuli sijnin min lisanihi." Po betohet Abdullah ibn Mesudi, pasha ata të cilët në ata nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut azza wa jall. Në sipërfaqen e tokës nuk ka asnjë sen që më së shumti e meriton burgosë me një burgosë shumë gjatë se sa gjuha. Subhanallah. Tër jetën tonë ki kujdes me gjuhën. Tër jetën tonë ruje gjuhën. Jepi rëndësi gjuhës. I dhave rëndësi gjuhës, e ndale gjuhën, i ki rujt veprat e tua. I ki rujt veprat e tua të mira, e ki rujt trupin tonë për çdo sprove, qoftë në dynja, qoftë në ahiret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ose le të fol mirë, ose le të hesht. Ose përtare gjuhën tonë për të mirë, ose më e mirë për ty është heshtja. Kjo është. Mirë po në fillim, po ja fillon pejgamberi Allahut, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kush do që për juve beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Thonë Allah pejgamberi po të jep shpjegim. Në qoftë se ki iman, e që ky iman i beson Allah që është dohet, ti do të me ditë se nesër në ditën e gjykimit, kush ka më kanë që ka më të marrë pyetje? Allahu. Atëherë po thotë, përdore gjuhën për të mirë, ose më e mirë për ty është me hesht. Derisa ulemat kanë thonë, edhe në qoftë se është e drejta më u thonë, me thonë drejtën, dhe e din që bëhet fitne, ka thonë hesht se më e mirë është për ty heshtja. Shkaku kojna i gjuhës, edhe pse thuhet e drejtja. Kjo është rreziku i gjuhës, o ju vëllezër e mi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "El-muslimu salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Musliman i mirë është ai i cili muslimanët e tjerë janë mbrojtur prej gjuhës tij dhe dorës tij. Kjo hadith tregon që gjuha jote në realitet tregon vlerën e islamin tonë. Çfarë islamit i ki? Nëse do me pa një njerëz çfarë islami ka, këshore se çysh pi jep gjuhës. Në qoftë se jep gjuhës ka thonë filani, halani, kështu më radh, dijemi që islami i tij nuk ka kërkon hiç. Dhe kjo jep i tregon gjuha e tij se sa vlerë ka imani për vëllezërit e tij. Pse imani për vëllezërit e tij? Se çka thon pejgamberi, asnjëri për ju nuk ka besu, përderisa e dan ata për veti, mja dish edhe vllau ton. A dëshiron të keqen vllau ton? Kjo tregon domethënë imanin ton dhe vlerën e vëllazërive në Islam, se sot ti i vlerëson ata. Pastaj vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk përqendrohet imani i robit përderisa të përqendrohet zemra e tij, dhe nuk përqendrohet zemra e tij përderisa të përqendrohet gjuha e tij. Fond kush po vjen? Gjuha e tij. Po ceket imani, po ceket zemra, pastaj gjuha fond. Që do me thonë, e rujtë gjuhën, ki me pat edhe zemër të paq, ki me pat edhe iman. Se rujtë gjuhën, nuk ki zemër të paq, e as nuk ki iman të mirë. Përderisa e ki imanin e mirë, përderisa e ki zemrën e mirë, do të me pat edhe shka? Edhe gjuhën me rujtë, me pat gjuhën e mirë, me fol mirë. Përderisa nuk e ki gjuhën e mirë, nuk ka mundësi me pat zemër të mirë qëndrueshëm, dhe nuk ka mundësi me pat iman të mirë qëndrueshëm. Mirë pa, njeriu do të me rujtë gjuhën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, "Ittaqun nara walau bi shaqqi tamratin, fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyibatin." Po thot, ki frikë zjarrit xhenamit me gjys hurme. Po thot, në qoftë se gjan ata, po thot me fjalë të mira. Bi kalimatin tayyibatin, me fjalë të mira.
me fjalët e mira. Gjua, shiko, nuk e kini hurme që me mbrojt vetën për zjarë xhenemit, është mundësi shumë e lehtë me mbrojt vetën tonë për zjarë xhenemit. Aja është gjuha. Ful mirë e ki mbrojt vetën tonë. Por gëjan, ka thonë filanën, ka thonë alanë, jo kështu të jo anë, jo këne, atëre kishti vetën tonë në të lashe që gjymtyrët e tua mi t'i djekë zjarri xhenemit, ndërsa pejgamberi po thotë ki frikë zjarri xhenemit me shka me gjyshurme. Se ki gjyshurme, kelimetun tajjibe, fjalë të mirë, fjalë të mirë, pse me fol fjalë domethënë që si ta kanë as zemrës e as imanit. Më pasoj u vëllezër, tregon Muadh ibn Xhebeli. Sa ti më kanë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe ka pyet mua, a ditë është i gjan shumë, po do të mundona me shkërtu. Ka thonë i dërgumi Allah tregon cilla vepër na shtin xhenet dhe tregon cilla vepër domethënë na bën për zjarrin e xhenemit. Pejgamberi po e cek, ta thonë mos mi bësh shirk Allahut, me fal namazin, me agjëru, me shku në haxh, kështu të marrë dhe fund. Po i thot pejgamberi, a e peshën këtë çta shtyllat e Islamit që ti përmenda. Krejt që ta i prish gjua. Edhe ky sahabiu që di ka thonë dërgumi Allah, qysh gjua, shtyllat e Islamit mi prish kreta me çtim zjarr xhenemit ta. Atëherë pejgamberi thot, hel yakubbu nasa fi an-nar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Po i thot në këtë shprehje. Kajt nana për ty o madh. E den që mos e shton shumë të zjarr xhenamit për njerëzit që do të hidhen me fytyrat e tyre apo me, domthon fytyrë e hunë, kapën sikur ata, domthon me lekët e kapin prej hune edhe e hudhin zjarr xhenamit, ose për fytyrë ose prej hune e kapin edhe e hudhin zjarr xhenamit. Pastaj illa hasaidi alsinatihim, shkaku i gjuhës tyre. Prandaj shtyllat e Islamit i prish gjua ti prish, ruaj veprat. Aq e rrezikshme koka gjua. Është e mishi, është shumë lehtë. Fol. Ama çka thon pejgamberi, një fjalë fole e hedhëron Zotin ton derisa të takohet Allah me ty. Një fjalë thua ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 70 vjet për zjarr xhenamit, shkon ajo fjalë. Po ti që më sharru 70 vjet zjarr xhenamit. Është e rëndësishme dhe e rrezikshme është gjua. Shumë është lehtë. Po filan ka thonë kështu, po këm ka thonë kështu. Kjo nuk është mirë, kjo nuk është iman, kjo nuk është besim. Nuk ban, do të me e rujt gjuhën. Pse? E run imanin tanë, e run zemrën tanë, e run trupin tanë. A dini o vllazni që kanë thonë ulemat. Çdo me katë falet, me katë i gibetit nuk falet. Sa falë Allah. Kur den ditën e gjykimit është hak i personit. Ta të shakon haki jam, Allah të falë. A shka është haki personit atë që ku i ki, ka thonë qështët. Nuk ka mund t'i gjykimit të anë këtë thana, që ashtë adon ty të thamë, edhe ti je qështët. Ja, Allah o thëtë, shika të kërobi, a ka veprat mira? Ka veprat mira, ja merë krejt. Po s'ka veprat mira, thëtë, a ki të veprat këqia? Po, jepja thëtë këti. Kështë hadith karë. Dhe dini bashmi, më mi se sa në dini këta. Që ka thonë pejgamberi, a din kush është muflis i shkatërrum? Ai që s'ka pasuria e cili, jo, muflis ai cili e ka ofendu ata, fol për ata, e ku den ditë gjykimit, ja marrin këtë sevapat. Allahu na ruaj. O ju vëllezër, Ukbe ibn Amir, një ditë pejgamberi ka fol për shpëtim. I ka mbledh sahabët, fytyrat e tyre të rishtueshëm, ka më nar fitnet, kena me deviju, ka me deviju umete, kështë të mërat, qërë sahabët, le ilajnë Allah për ka shku mendja. Për shumë me në të thonë, që është fitnë të kanë më arë, kena me deviju, parin sen që i kemi të atë, na, qësh me ujtë familjen, me bu pak oshe, me ne, kryt rahat, tjetë, që ka dush një të boj. Jo, sahabët si më kanë kështë, për mina i ka thonë, të kultu, i këmë thonë për Ahmet sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, me në gjatë, cilo shpëtimi me shpëtuna për qëtyve të lasheve. Atërë për Ameri për thotë, emsik alejke lisanek, wale jesa'ke, bejtuke, wabki ala khati eteke. Subhanallah. Për thotë, oj dërgumi Allah, cilo shpëtimi për qëtyve senve që na me shpëtu. Atërë për thotë për Ameri, ruje këtë gjuhën tane, mshilu në shpi dhe kaj për mekatet e tua. Që kjo është o ju lezër.
Por shka me fol për njerin keq? Por shka me fol në fakt për njerin keq? Këshur mshelën shpe dhe këshur e familjen tane. Dhe kaj për mëkatet e tua. E njëjta gjape a me për përësit këtë sahabi, nëse da me shpëtu këtë botë dhe botën tjetër, këshuri intereset e tua nuk i nevoj me folë për filane dhe halane dhe kështë të mëra. Kë e prish umetin. Që shka thonë, mashallah, e Shekh Abdul Wahabi ka do fjallë të mira shumë. Thatë magjistari, 1 vjet mundohet me sirat e ti me bo aftan, thatë min zit që a qëllan, por 1 vjet min zit që a qëllan, ajta me thonë, me bu di shka keq. Thatë, muslimani, 1 fjallet qëtë gojës, 1 umet të kam ytë. Apo që ka thonë Shekh Sali Fozani, Allah e shtof jetën, thatë, njeri me shpat, në luft, në 2 luftim, hajtë mundet me arrit, sahabët kanë arrit, mashallah te barekat, dhe 100 veta i kanë mytë. Në 2 luftim. Thatë, e din shka ban njeri me gju, e mbyt 1 umet. 1 fjallë thave, 1 umet e këmë mbyt. Aq e rrezikshme që është gjua. E shkatëran umetin, e shkatëran familjen, e shkatëran imanin, e shkatëran zemrën, e shkatërove pjesë të trupit tanë. Allahu na rujt. O ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yadman li ma bayna lahyayhi adman lahu al-janna. Adman lahu al-janna. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mi garanton mu 2 gjëra, ja garantoj atij xhenetin. Njëra prej çetëve e ka thënë ka thonë, kush ma garanton domethën gjuhën, ka më garantuar xhenetin. Garancian për i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ku thot pejgamberi nuk e tërheq fjalën e tij. Ai po thot, jepum ti mu garancian me rujt gjuhën, on kam të dhënë garancian xhenetin ty. Çka thua ju vëllezër në ditën e gjykimit? Njeri me jetu me qëtë hadith, para me ndajnë na me jetu me qëtë hadith, ka të shkojme me kalzu qëtë hadith, me tregu qëtë hadith. Edhe mu kanë të vdek, me dhonë shpit, mu qu, mi kalzu njeri me thonë, ka thonë pejgamberi, qështët. Betohem në Allah, që si bindjon e kam, që në ditën e gjykimit, del profeti sallallahu alaihi wasallam edhe thot, e ki garantu gjuhën, ta garantaj xhenetin qëtash. Amo me bindje, fjallët e profetit, garancioni e profetit, fjallët e Allah nuk janë, hajtë këtu, del këni e në këni. Jo, realitet është, që ashtot ka me ndohë. Pastaj oj vëllezër, e ne i si të reganë, thët, me luftën e Uhudit, thët, ka ra shahid, istu shahide, ka ra shahid një burë, rëgjur, istu shahide rëgjur, e ne i si të reganë, thët, ka ra shahid një burë, thët, ka shku njani, i ka qitë dhejt, Turab ala wajhihi, ka qitë dhejt dhe ka thonë, o e kul, abshir, hëni e ken leke l'gjenne, përgëzaj ka thonë, të përgëzaj, urimit kuf gjeneti, pejgamberi e ka ndëgju, pejgamberi ka thonë, o me ju drike, ku për dinte që kjo është për banorët gjeneti, la'alle u kane jetë e kellëm fime la ja'nihi, ku për dinte që kjo është për gjenetit, ndoshta kjo ka full përgëjem, që si ta kanë heq, që shpitu këti për gjeneti. Shika për Amerin, për ndëgjan këtë sahabijun, për ja tërheq vrejtën me shka, me gibet për thëtë. Ndoshta ka fol namaz, shëhet ka ra, po këshëri gibeti si që shtë nalë gibeti, s'tjan as gjenet me hi. Edhe pse kira shëhet, pse ki marë përgëjim filani, ki fol për filanin, aq e rrezikshme gjuha, thash e theme. Allahu na rujt. O ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, tuba liman malaka lisanuhu. Përgozime për ata i cili e kontrollon gjuhën e tij, e shkoqit gjuhën e tij. Çka tuba, ulemat janë në mos pajtim. Mirë po, këtu e kanë përmend çështën e gjuhës dhe temën e ka për qëllim pemë e xhenetit, tuba. Disa prej ulemave thonë, që kjo është pema e cila Ademi ka dëshiru me hangur për kësaj peme, e ka mashtru shejtani ka thonë, ha për kësaj peme, ki me qenë për gjithmonë në xhennet. Tube, për thëtë pejgamberi, përgëzime, pemë në xhennet ki me hangur. Në qofë se e mban, e shkoqit gjuhën tande. E që kja pemë, ka me knoq gjuhën tande,
me frutat më të mira, shkaku që ti e ki rujt gjuhën tënde. O ju vëllezër, e fundit, hadithi i fundit. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el kalimatu tayyibatu sadaqatun. Fjala e mirë është sadaka. Subhanallah. Allahu akbar. Fjala e mirë është sadaka. Qysh me mujt na me zvërthy çta do thon fjala e mirë është sadaka. Shumë thjesht. Shumë thjesht. Bëje gjuhën tënde ku do që t'jesh, ku do që shkan me thon sadaka. Allahu akbar. Sadaka. Selam aleikum. Sadaka. Qyshilla jam, sadaka. A i mirë, sadaka. A ki nevoj për ndim, sadaka. Baje gjuhën tënde ku do që t'jesh dhe ku do që shkon domethënë me shpërnda sadaka. Dhe kjo është mundësi e mirë përfitim për neve që gjuhën tënd mi i dhanë domethënë vrejte dhe me kthy në punë të mira dhe jo me na shkatërru neve. Po i vëllezër, këto ishin disa fjalë e thera prej të parëve tonë dhe përmbledhjet e hadithe pa ajete koranore. E lutë Allahun azza wa jall që Zoti këta që i ndëgjonu na ban dobi t'i futmi në zemër dhe në vepra dhe të bëhen prej atyre që e ruajmë gjuhën tonë dhe ta fitojmë garancion e pejgamberit, t'i ruajmë veprat tona, ta ruajmë vllahun ton, ta ruajmë familjen ton, ta ruajmë trupin ton për zjarrin e xhenemit. Allahu na bëf këtyre ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.